Unë në vitin 1994 nuk kam qenë as në Shqipëri, as në Greki, kam qenë në Kipro dhe nuk isha vetëm. Ishim një kin minoritar. Të gjithë bashkë ishim vajtur për të mësuar kurse. Disa ishin elektricista, unë isha për hidraulik, të tjerë ishin për kuzhinier, për ndihmës kamarier. Një shkollë profesionale kipriote dhe një fondacion na kishte ftuar dhe ishim atje. Dhe datën dhe orën që është bërë masakra. Unë kam qenë atje dhe 20, të paktën se 20 doja unë. 20 nga ata minoritarë që ishin bashkë atje nga bashkëstudiuesit e mi, dolën dëshimtarë dhe vajtën të notari dhe firmosën, që në datën ka që filan isha me belerin atje. Duket nga hyrjet dhe dalet e mia nga pasaportën time shqiptare të atëshme. Duket vulla kur u hyra në Kipro dhe kur u ktheva nga Kipro. Po, zoti t'ja foku, mediat shqiptare, nxjerrin një fotografi. Po pra, se këtë do të pyesja, çfarë është ajo fotografi? Është një fotografia ime që e kanë marrë një nga media greke që thot Beleri. Dhe është një njerëz shëndosh. Duhet të dini që në 94 kam qenë i dobët, mund të dërgoj 2 fotografi të krahasoni, nuk gjej fare me atë fotografisë. Do të dërgoj një fotografi time të 94 dhe fotografinë që nxjerrin media. Kjo fotografi ishte që tregova te antiterrori që më mori në pyetje. Po juve u ndaluar? Brenda dhe antiterrori më kishte marrë në pyetje 2020 3 herë. Dhe kisha sqaruar të gjitha këta. Dhe pa kësaj çështje, ka një rasti që nuk e dini. I njëjti gjykatës që më gjykoi dhe më dënoi për çështjen e vjedhjes së votave, zoti Çelaj, ai ishte gjykatësi që mbylli çështjen e peshkupis. Si e mbylli? Jo për mua, por për 19 të akuzuar. Si e mbylli çështjen e peshkupis? Se kuptova. Po të shikoni raportin, do unis raportin e antiterrorit që thotë. Po? Persona në hetim nuk kanë lidhje me çështjen penale. Të çështjes në Shqipëri? Në Shqipëri. Po. Për punën në çështjen e peshkupis. Por në Greqi juve u ndaluan? Jam ndaluar, zoti Qafoku e kam deklaruar te deklarimi. Po? Jo në vitin 1994, po në vitin 1995. Për çfarë? Një vit më vonë. Dhe jo në kufil. 30-40 kilometra larg kufilit. Po jo, për çfarë ndaluan zot Beleri? Ndaluan në një makinë që brenda u gjetën nar. Njëri nga pasagerët, ishin 3 pasagerë në makinë. Njëri nga pasagerët deklaroi te gjykatat greke dhe kudo që armët janë të mia, 2 personat e tjerë nuk kanë asnjë lidhje. Dhe unë dënova për mos kallëzim krimi. A e dënuar për mos kallëzim krimi? Sigurisht. Për mos është një nen tjetër në Greki që nuk është, 2 kodet nuk janë të njëjta. Quhet sinere, do me thënë bashkëpunim. Në Greqi nuk është bashkëpunim mbajtje armësh, por ai një njeri mban. Në Shqipëri nemi do ishte mos kallëzim krimi. E kuptova. Nuk pranoi gjykata greke që nuk njifja për armët, po pranoi që nuk isha lidhje as me tregti as me armbajtje. Qartë. Zotë Beleri... Kjo ka vendim të formës së prere. Si që është dhe vendimi i Spakut, sepse gjykata prokuroria krimeve të rënda bë prokurori speciale filloi në 19 në çështja mbaroi 21, ka një vendim të apelit që çështjen e mbyll edhe për parashkrim, por siç u thash mund të nis relacionin antiterrorit që bëri hetimet që flet që personat në hetim nuk kanë lidhje me çështjen. Jo, patjetër mi dërgo. Sigurisht që do ju nis. Po, patjetër. Falenderoj. Edhe fotografi se si kam qenë në 94 dhe si është personi që thonë ky është Beleri. Tani vetë ngjarje duhet të dini që familja ime siç u thash kanë marrë 400 vjet. Dhe nuk jam një njeri, jemi 300. Fisi jon ka rreth 300 antar në Imar. Dhe më njohin të gjithë, nuk jam një figurë që fshihem ose qartë. Ose do merrem nga ndryshuar, se thon shumë, domethënë
detyrimin mund të dëgjoni shumë kolegët tuaj që detyrimin e Hoxhës të mos pagëzohemi, kanë dëshirën që të vazhdojmë akoma. Unë jam pagëzuar në Zaki këto. Dhe prandaj emri i dytë im është Dionisios, se është... Kjo është arsye pse e keni emrin Dionis? Po pra se shintori që mbron ishullin është Dionisios. Unë jam pagëzuar atje dhe kam marrë emrin e shintorit. Gjysma e Zakit është emrat e burrave ka Dionisios. Dionis, do të thonë ju jeni pagëzuar mas 90-s, besoj. Unë jam pagëzuar në 91-shin. Në 91-shin kur shkoj atje. Tani kam një pyetje për këtë çështjen e peshkëpisë. Ju vetë zoti Beleri e keni dënuar, keni shprehur atë keqardhjen për çfarë ndodhi dhe se ajo është ngjarja më e rëndë që ka ndodhur mes dy vendeve. Zoti Qafoku e kam shpërë shumë herë, do e them edhe një herë tjetër, se çdo njeri normal, nuk mund të përkra dhe të mbroj teza sot, 2025, as 2010, as 2021, teza armiqësore me dy shteteve. Unë, në qoftë se do kisha lidhje me atë ngjarje, nuk do sillja familjen time në Imad, nuk do kisha aktivitetin tim politik në Shqipëri. Nuk jam kaq i çmendur. Duhet të dini që unë jam gjysh, kam një nip një vjeç. A je bërë gjysh? Po, nga djali. 8 muaj ka jetuar nipi im në Imad, 4 muaj në Greki. Pra, këto historira duhet të qartësohen. Për mendimet e mia, për tezën që është i marra nuk është. Mund të diskutojmë, po të thuash tjetrin kriminal, pas një provë, është shumë e rëndë. Mund të kesh kundërshtar politik, mund të kesh kundërshtar etnik, por nuk mund t'i bëhesh në qafë në këtë mënyrë. Të gjithë e dinin, dëgjoja në për panele kolegët tuaj të thoshin, nuk ka çështje për çështjen e vetëve të vota, ka gabuar Spaku, po ai është kriminal. Po si mund të thuash për një njeri është kriminal, pas një fakt? Dhe pse të vija unë, në qoftë se kisha lidhje me atë. Duhet të dini që me Shqipërisë dhe Greqisë, duhet të dini sigurisht që është bërë ndonjëherë luftë. Asnjëherë s'kemi patur tensione, dhe kjo është nga incidentet më të vështira. Si do merrja pjesë në një incident të tillë? Dhe për të fituar dhe pse ta bëni? Jo, ajo si ishte incident, ajo ishte masakër. Ishte masakër, më thoni si të doni, më shpreha gabim. Ishte një masakër që duhet dënuar nga çdo njeri normal, demokrat apo jo në mendime. Është një njeri që çdo njeri normal duhet ta dënojë. Dhe kam dënuar shpesh herë. I keni dënuar dhe ato përpjekjet e atyre që thonë Vorjo e Piri dhe kanë ato pretendime territoriale në Greqi? Në pretendime territoriale në Greqi ndaj Shqipërisë ka një pakicë njerëzish të cilët janë në periferi të politikës dhe nuk besoj, se duhet ta shkruaj edhe këtë, nuk besoj se kanë ndonjë ndikim as te mediat greke as te politika greke. Çështja e Vorjo e Pirit është një histori e mbyllur, ka qenë një periudhë kur edhe shteti shqiptar firmosi protokollin e Korfuzit dhe autonomi, kjo autonomi u prish, ka 1001 tekste dhe konventa dhe marrëveshje ndërkombëtare që Shqipëria ka firmosur pas vitit 2014. U thash, ligji i fundit ishte 2017 që mbron të drejtat e pakicave, edhe të pakicës greke, dhe unë përbajmë këtyre konventave edhe zbatimit të këtyre konventave. Nuk ka ndonjë njeri në Greki, as qeveria, as opozita, përveç grupimeve ekstreme, që u thash janë në periferi të politikës, nuk merret njeri, nuk merret me çështje të tilla. Do me thënë, po të isha politikan grek që negocioja me palën shqiptare, dhe kjo se dy çështjet e mëdha të Shqipërisë janë ligji i luftës, që nuk janë ato për mua. Edhe çështja e agresivitetit, do thosha, grek ndaj Shqipërisë, do ishte njeriu më i lumtur, se janë dy gjëra që nuk ekzistojnë. Dhe ne më shohim gjithmonë atyre. Domethënë çështja e pensioneve është një çështje që ndorëson shqiptarëve, si do rrethkohet kjo marrëveshje. Njerëzit që kanë punuar 20 vjet në Greqi, 20 vjet në Shqipëri, po marrin pension akoma, domethënë me 40 vjet punë. A çështja është shumë delikate dhe mos e rrezikojmë që duhet të besojmë dy shteteve. Okej, zoti Beleri, kam një pyetje të tillë që
Shqipëria ju e thatë dhe vetë që i respekton me ligj pakicat kombëtare. Përse Greqia nuk bën të njëjtën gjë për pakicat kombëtare, për shembull për shqiptarët atje në Greqi? Shqiptarët në Greqi nuk besoj më kohë ndonjë, po të shikoni tani në festat e 28 nëntorit, në 29, në gjithë qytetet e mëdha të Greqisë kishte festa. Në mes të shesheve në Jo, pse si përcakton pakica kombëtare flas? Ju zot që foku thoni që shqiptarët i kanë vajt pas viteve 10 mund për bëj pakicë kombëtare. Jo, ka dhe shqiptar për para 90-s e para 3000 vjetëve atje. Arbanitas që kanë vajt në Greqi në vitin 1400-1500 thoni. Jo vetëm Arbanitas. Po, çka ka? Shqiptar. Shqiptar, e keni fjalën për shqiptarët e Çamërisë. Po. Duhet të dini që në Greqi mund të vetë deklaroj secili atë që ndihet dhe është. Greqia nuk ka miratuar Konventën Kuadrë të Këshillit të Evropës për mërtetet. Ky është e vërteta. Edhe Shqipëria e ka konventuar, e ka miratuar, por nuk e zbaton. Greqia se ka miratuar fare. Ky është diferenca. Po në Greqi cili do qytetar mund të deklarojë në mënyrë demokratike pas një problem për kacin e vetë etnike. Unë nuk kam takuar në Greqi, edhe pse njoh shumë shqiptar para viteve 90 që të deklarojnë si të tillë. Sepse kanë frikë. Nga kush? Po nga kush? Nuk e kanë frikë nga Shqipëria. Nuk është një çështje që ngret të them nuk ka sens. Nuk edhe po të ketë, duhet të dini që ka edhe këngë, ka edhe njerëz, ka edhe grupime, po të gjitha ata janë në harmoni. Mua më thonë tani që janë bërë presion më publik në Greqi dhe takoj Arbanitas kudo që vete. Janë institucionar grek, janë piloti që isha dje, ishte Arbanitas. Më tha unë të votova se jam Arbanitas. Mirë bëni thash, unë nga je prit, se që nga e bukur kjo. Do të thënë të ka votuar ty si Arbanitas. Ti pas ke marrë votat edhe të shqiptarëve të vjetër, zoti Beleri. Nuk e di, nuk mund të shikoj votat, thash një piloti që votoi atje më tha këtë. Piloti, ja? O sa e bukur kjo histori më. Shumë e bukur. Dhe i them nga je më tha nga fshati që është nga Shtogjina, sa vite keni, më tha mua nuk di gjë, po i thashëm flet shqip, 2-3 fjalë më tha mua buk, ujë, mëngjes, 2-3 gjëra të tilla. E bravo, ai tani e di ishte Arbanitas, po di i grek. Do me thënë, mua më votoi, më thonë mua. Ç'të bëj ai shkreti o zotë Beleri, si është bërë ujë gjaku, ç'a ka ndodhur në këto 100 vjet me atë shkretin? Si ç'a të dihet? Janë 100 vjet, 400-500 vjet. Ai shkreti tani është. Jo, ç'a ka ndodhur këto 100 vjet e fundit, them unë pa ato 400. Po Arbanitas në kanarën dhe Greqisë që thash pas rënies Skënderbeut, pra nuk janë vetëm 100 vjet. Që ata bajnë akoma gjunë e tyre dhe zakonet, sigurisht që nuk kanë jetuar në terror si po thëni ju. Irakli Koçollari shkruan që janë 3 milion Arbanitas. Nuk e di, mund të jenë. Mund të jenë. Nuk e di, ka shumë në preferit. Irakli Koçollari, them, studiusi serios. Nuk e di. Ata njerëz duhet të dini që deklarohen dihen Arbanitas. Kanë qenë në instancat më të larta të shtetit grek. Duhet të dini që ka pat Pangallos që thatë, ka qenë Arbanitas dhe deklaronte. Po ka qenë president, kryeministra, ministri i jashtëm. Po, ata njerëz nëse do të shkoheshin dhe do ishin të diskriminuar, nuk do arrinin në instancat më të larta të shtetit. Ka një shprehje në Parlamentin Evropian, në Parlamentin grek, në vitet pas luftës. Kondili ish kryeministri kur u natos shumë, tha do bëhet ashtu se ashtu dua unë, në Shqip. E tha në Shqip? Në Shqip e tha në Parlamentin grek. Kush e tha këtë? Kondili ish kryeministri i viteve të luftës. Tani, për ta mbyllur këtë. Natos nga kritikat e opozitës dhe po bëj një debat i madh. Dhe kjo është në arkiva, unë nuk e parë.
domethënë nuk kanë qenë të diskriminuar albanezët dhe nuk janë. Ka shumë politikanë sot grek në instancët më të larta që janë me origjinë arvanitase. Ata dihen grek, nuk kanë ndonjë, nuk dinë që kanë origjinë arvanitase, o e thonë, nuk e thonë të gjithë, disa që e thonë, janë krenar,